Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposavici, Zveçani dhe Zubin Potoku kanë votuar për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës të Njëjtën, pasi duan të jenë pjesë e një asociacioni të veçuar të komunave me shumicë serbe në vend. Ky vendim vjen pasi lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, që mbështetet nga Serbia, e riktheu pushtetin në këto 4 komuna pas zgjedhjeve lokale të tetorit. Kryetarët e rinj nga kjo parti kishin paralemruar në fillim dhjetorit se do t'i rishikonin vendimet e marra nga kryetarët e deri atëhershëm shqiptar. Kryetari i komunës Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, duke arsyetuar kërkesën për të tërhequr nga Asociacioni i Komunave të Kosovës, tha se kjo kurrë nuk ka qenë dëshirë e popullsisë serbe në këtë komunë dhe se bëi fjalë për një vendim politik. Në udhëheqjen e kryetarëve shqiptar, këto komuna ju bashkuan Asociacionit të Komunave të Kosovës verën e vitit 2023. Pas vendimit për heqjen e masave, Komisioni Evropian ka konfirmuar se në fillim të vitit ardhshëm do të lirohen edhe fondet e destinuara për Kosovën në vlerë prej 205 milion eurosh. Raporti i korespondentes son në Bruksel, Gjeraqina Tuhina. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka konfirmuar se në fillim të vitit të ardhshëm do të lirohen 205 milion euro të destinuara për Kosovën. Kjo shumë i shtohet 216 milion eurove të paralajmëruara më herët, kur u konfirmua nisja e heqjes së gjysmës së mjeteve financiare. Me këtë vendim kompletohet e gjithë shuma e dedikuar për Kosovën dhe mund të konstatohet se masat financiare do të hiqen plotësisht, siç është paralajmëruar në fillim të vitit 2026. Presidentja e Komisionit Evropian u prononcua lidhur me heqjen edhe të pjesës së dytë të masave, pas bisedimeve që zhvilloi me homologen e saj, presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, gjatë samitit Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Lajmi u bë i ditur edhe nga vetë presidentja Osmani në përfundim të samitit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka bërë një punë të shkëlqyeshme, na ka dhënë premtimin në vizitën e saj të fundit dhe sot tha që atë premtim që e kam dhënë e mbaj. Rrjedhimisht edhe fondet do të zhbllokohen, një pjesë shumë e madhe me njëherë, kurse pjesa tjetër në fund të janarit. Aktualisht e vetmja paqartësi lidhet me masat politike, përkatësisht me mungesën e takimeve të zyrtarëve evropian me antarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, takime të tilla nuk pritet të ketë deri në formimin e institucioneve të reja si rezultat i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Sipas pritjeve në Bruksel, edhe kjo pjesë e masave do të hiqet gradualisht pas konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re në vend. Eurodeputeti holandez Thijs Rutten ka reaguar pas vendimit të Bashkimit Evropian për heqjen e plot masave ndaj Kosovës, vendim që pritet të finalizohet në fund të janarit 2026 me lirimin e një grupi të dytë të mjeteve financiare. Rutten e ka cilësuar politikën e deritanishme të BE-s ndaj Kosovës si të gabuar, duke thënë se tani është koha që të rifillojë rruga europiane e vendit. Ai ka kërkuar që aplikimi i Kosovës për statusin e vendit kandidat, i cili sipas tij ka mbetur prej vitesh nxirtar, të procedohet pa vonesa të tjera. Sipas njoftimeve zyrtare, BE pritet lirojnë mbi 200 milion euro ndihmë financiare për Kosovën në fillim të vitit që vjen. Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj një personi në ndyshimin për kryerjen e veprës penale krimi luftës kundër popullsisë civile. Sipas akt akuzës, më 31 mars 1999, në fshatin Burim të komunës Malishevës, i pandehurin në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, dyshohet se ka marrë pjesë në vrasjen e 34 civilëve shqiptar. Po ashtu ai akuzohet për përfshirje në shkatrimin e pronës, dëbimin masiv të popullsisë civile dhe plaçkitjen e pasurisë rreth 1000 qytetarëve shqiptar, të cilët sipas prokurorisë nuk kanë qenë të përfshirë në veprime luftarake. I pandehuri ndodhet në masën e paraburgimit deri në një vendim tjetër të gjykatës, ndërkaq lënda është dërguar për shqyrtim dhe procedim në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka vizituar në Hag ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili po mbahet në paraburgim nga dhomat e specializuara.
Pas vizitës, Rama ka reaguar publikisht duke shprehur kritika të ashpra ndaj procesit gjyqësor, të cilin e ka cilësuar të padrejtë dhe të papranueshëm. Ai ka deklaruar se Hashim Thaçi është larguar nga detyra e presidentit dhe është dërguar në paraburgim pa gjyq dhe pa akt akuzë konfirmuar në momentin e arrestimit, duke i quajtur këtë një teatër të turpit të drejtësisë ndërkombëtare. Kosova këtë vit ka marrë presidencën e Këshillit Ministrave të Komunitetit të Energjisë. Ky këshill sot ka marrë vendim për hapjen e rastit kundër Serbisë për bllokimin e interkoneksionit me Kosovën, ku ka pasur efekte negative për konsumatorët, ka deklaruar për RTK ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli. Sot Këshilli Ministror i Komunitetit të Ministrave të Energjisë sapo mori vendimin për hapjen e rastit ndaj Serbisë për bllokimin e interkoneksionit me Kosovën. Ky bllokim për tashmë 5 vite po bëhen, ka pasur efekte të negative direkte për konsumatorët e Kosovës, duke rritur ngarkesën e sistemit dhe çmimin në linja të tjera të transmisionit që janë, domethënë, me malin e zi, Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. Sipas vendimit të marrë sot, Serbia obligohet që ta lirojë linjën, pra që të mundsoj shfrytëzimin e linjës për tregti ndërkombëtare më së largu deri me një korrekt të vitit 2026. Dhe kjo pritet të përmirësoj sigurinë energjetike për Kosovën, mirë po edhe të ulë koston e kapaciteteve ndërkufitare që ndikon direkt edhe përfundimisht edhe në tarifat për konsumatorët. Gjatë vitit 2026, ne do ta kemi udhëheqjen politike të procesit vendimarrës në kuadër të procesit të Komunitetit të Energjisë. Për ne, prioritet do t'jetë sigurisht që të shtyjmë reformat e nisura në kuadër të këtij forumi ndërkombëtar, mirë po me kujdes të veçantë për sigurinë energjetike dhe për ballueshmërinë e çmimeve për Kosovën dhe për vendet të tjera të komunitetit. Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të zbatoj vendimin e Gjykatës Supreme, e cila shpalli të paligjshëm dhe shfuqizoi 2 nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Kjo u bë e ditur në mbledhjen e radhës të zërres. Ky vendim vjen pas padisë së paraqitur nga Oda Ekonomike e Kosovës lidhur me detyrimin e bizneseve për të dalë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Gjithashtu Zyra e Rregullatorit të Energjisë me 5 vota për ja ka dhënë dritën jeshile propozimit për miratimin e rregullores për mekanizmin mbështetës të energjisë së ripërtritshme. Ata gjithashtu kanë aprovuar kërkesën për marrje të autorizimit për vetkonsum të energjisë elektrike për 43 biznese private. Mes kaosit, flakadanëve, përplasjeve me gardën dhe akuzave është mbyllur seanca e fundit parlamentare e Kuvendit të Shqipërisë për këtë vit. Mes këtij kaosi është bërë edhe betimi i avokatit popullit Endri Shabani. Me propozim të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulan Balla, deputetët kanë kaluar në votimin e prezencës dhe më pas projektligjeve për të mbyllur më tej seancën. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët tanë nga Radio Televizioni Shqiptar. Mirdita, hapim seancën plenare. 60 minuta kaos në sallën e parlamentit për shkak të revoltës së deputetëve të Partisë Demokratike. Po uluni pra dhe të nxjerrim gardën, patjetër. Po si ta bëjmë Albana? Po si bëhet Albana? Po si ta bëjmë? Të shkatrojmë parlamentin? Si bardhi si? Si të ik garda? Përplasjet fizike me oficerët e gardës, tym dhe flakadan dhe hedhje sendesh drejt karikeve kur rinë ministrat, to ishin pamjet që zëvendësuan atë që pritet ishte debati politik në seancën e fundit plenare të vitit të 2025. Sipas këtij traktati, gjatë përplasjeve në sallën e parlamentit, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi u tërhoqi vëmendjen disa herë deputetëve të Partisë Demokratike. Më pas u dha vretje, ndërsa përjashtoi nga seanca deputetin e Partisë Demokratike Klevis Balliun. Zoti Balliu largohuni nga ndenjëset e ministrave dhe uluni. Zoti Balliu jap masën e dytë vretje. Zoti Balliu jap masën e tretë heqje drejt fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Tensionet në parlament paralajmërojnë protestën e 22 dhjetorit,
për të cilën demokratët kanë kërkuar nga anëtarësia dhe strukturat të organizohen në tubim. Kaosi i shkaktuar detyroi kryetarin e parlamentit të kalonte menjëherë në votim projektet e parashikuara në rendin e ditës, duke e mbyllur seancën plenare një kohë më të shkurtër se çfarë kishte menduar. Miratimi i proces verbalit, po çfarë të bëjnë ata, o zoti Bardhi, çfarë të bëjnë ata ndërkohë që këtu bëhen veprime të dukshme? Pas seancës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha regjistroi këtë qëndrim përpara mediave në oborrin e parlamentit. Është për ligjin, kushtetutën shtetëror. Motoja tyre është vidh dhe ik. Flakadano u rikthye në kuvent pas gati një viti, ndërsa opozita akuzon socialistët për nivelin e korrupsionit në Shqipëri. Kjo seancë u zhvillua vetëm pak orë nga mbledhja e të premtes, kur prokurorët e SPAK do të paraqesin kërkesën para Këshillit të Mandateve për heqjen e imunitetit Ballukut. Tani një lajm nga sporti, skuadra kampione e Kosovës Drita do ta mbyll sot fazën e ligës me përmballjen teje të vështirë kundër Rajo Valencianos. Kjo ndeshje zhvillohet sonte nga ora 21 dhe transmetohet drejt për drejt në radio televizionin publik të Kosovës. Shojmë tani zhvillimet kryesore nga bota. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky po u bën thirrje udhëheqësve të Bashkimit Evropian të mbledhur në një samit vendimtar në Bruksel që t'japin hua miliarda euro nga paratë e ngrira ruse për të financuar nevojat ushtarake dhe ekonomike të Ukrainës. Shumica aseteve të Rusisë në BE në vlerë prej 210 miliardë euro mbahen nga organizata me seli në Belgjik Euroclear dhe deri më tani Belgjika dhe disa anëtarë të tjerë të bllokut kanë thënë se janë kundër përdorimit të parave si një kredi të shpërblimi. Rusia e ka paralajmëruar BE-n të mos përdor paratë e saj, por pa një rritje të financimit, financat e Ukrainës do të shterojnë brenda pak muajsh. Samiti i Brukselit vjen në një moment vendimtar në luftën e Ukrainës dhe Rusia ka ngritur një padi kundër Euroclear në një gjykatë të Moskës në përpjekje për të marrë paratë e saj mbrapsht. Të gjithë syt janë te kryeministri belg Bart De Wever, i cili tha parlamentit belg të njëjtën se nuk ka parë ende asnjë tekst që do të më bindte të ndryshoja qëndrimin e Belgjikës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se një marrëveshje është më afër se kur për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Zyrtarët amerikanë dhe rusë do të takohen në Miami këtë fundjavë për bisedime të mëtejshme mbi një plan paqe, tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë. Mendohet se i dërguari i Kremlinit Kirill Dimitrov do të flasë me të dërguarin e Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Rusia ende nuk i është përgjigjur propozimeve të fundit për paqe, por Kremlini ka theksuar se planet për një forcë shumë kombëshe të udhëhequr nga Evropa për Ukrainën, të mbështetur nga SBA-t, nuk do të ishin të pranueshme. Asetet e ngrira të Rusisë nuk janë opsioni vetëm në tryezë për udhëheqësit e BE-s. Një ide tjetër e mbështetur nga Belgjika bazohet në huazimin e parave nga BE-ja në tregjet ndërkombëtare, duke përdorur buxhetin e BE-s si garanci. Megjithatë, kjo do të kërkonte një votim unanim dhe Viktor Orban i Hungarisë e ka bërë të qartë se nuk do të lejojë më shumë para nga BE-ja për të ndihmuar Ukrainën. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Të nderuar teleshikues, ne do të takohemi bashkë në edicionin qendror në 19:30. Mirupafshim.